Luka Modric mund të jetë goditja e parë e bujshme në merkaton e verës për Milanin e ri të drejtuar nga Massimiliano Allegri. Mesfushori kroati ka dhënë lantumirën stadiumit Santiago Bernabeu dhe pritet që pas përfundimit të Kupës së Botës për klube të largohet përfundimisht nga Real Madridi, duke hapur rrugën për një aventurë të re në fundin e karrierës së tij të lavdishme. Një nga opsionet më intriguese për Modric është pikërisht Milani, një klub që ai e ka ndjekur dhe dashur në fëmijëri, frymëzuar nga legjenda kroate Zvonimir Boban. Kjo dashuri për ngjyrat kuqezi mund të ndikojë në zgjedhjen e 38 vjeçarit i cili synon të qëndrojë aktiv deri në Kupën e Botës 2026. Sipas burimeve pranë klubit, drejtori sportiv Iglitare po shqyrton seriozisht mundësinë për të bindur Modricin i bashkohet projektit të ri. E nëse transferimi realizohet, Modric do të përfaqësonte jo vetëm një përforcim cilësor për mesfushën, por dhe një sinjal i fortë për rikthimin e ambicieve të mëdha në San Siro. Pas firmës me Allegrin, kjo mund të jetë hapi i parë drejt drejtimit të Milanit të ëndrave nga Iglitare.